Rreshjet intensive të ditëve të para të muajit janar në bashkinë e Gjirokastrës dëmtuan 5 banesa. Aktualisht, autoritetet lokale kanë nisur ndihmën për familjet e prekura duke ju akorduar bonus qiraje. Kemi pasur edhe një njësinë administrative Lunxhëri, ku kemi bërë evakuimin e familjeve, edhe në njësinë e Labovës kemi bërë evakuimin e 3 familjeve, të cilët i kemi kaluar dhe me bonus qiraje, sepse sipas shërbimit gjeologjik, shtëpitë të tyre për momentin janë të pabanuara. Deri në këtë moment kemi evakuar 5 familje, të cilat kanë kaluar në mbledhjet e Këshillit me bonus qiraje, pasi nga shërbimi gjeologjik shqiptar banesat e tyre janë të pabanuara. Në të njëjtën kohë, po vijon puna për rehabilitimin e problematikave në infrastrukturë, ku ekipi bashkisë po punon për rregullimin e rrugëve dhe sistemit të kullimit me qëllim parandalimin e dëmeve të mëtejshme. Bashkia e Gjirokastër mori masat menjëhershme bashkë me forcat e armatosura dhe me emergjencat civile lokale, ishin në terren, ku kemi bërë rehabilitim të rrugëve, pastrim të rrugëve kryesore të qytetit nga inertet dhe vazhdojmë akoma në njësitë administrative. Konkretisht në Labovën e Zhapos po punohet për dhe një akses tjetër që të lidhim Labovën e Madhe me Labovën e Vogël, pasi shkarja e trupit të rrugës e ka bërë të pakalueshme këtë aks rrugor. Ndërsa rreshtet e 24 orëve të fundit fatmirësisht nuk kanë shkaktuar problematika në bashkinë e Gjirokastrës, ndërsa instancat përkatëse vijojnë monitorimin e situatës për të garantuar sigurinë e qytetarëve.